Dy kërkesat mijat kanë qenë. Kërkesa e parë, edhe pse me dispozita ligjore nuk është e domosdoshme prezenca e prokurorit të apelit, unë kam kërkuar që gjykata me një shkresë të veçantë të kërkojnë nga prokuroria e apelit që prokurorit i çështjes të prezanton në seancë kur shqyrtohen ankesat e avokatëve mbrojtës. Dhe çështja e dytë, e cila është obligative, nuk më janë dorëzuar ankesat e avokatëve mbrojtës që janë ushtruar kundër aktgjykimit. Është e vërtetë që i thash edhe para kolegjit se dispozitat ligjore nuk e obligojnë as mbrojtjen, as palën e dëmtuar, po as prokurorin e apelit që të prezantoj në seancën e kolegjit në pranë gjykatës së apelit. Mirë po, kur është një çështje e kanë bërë praktik, kur shumicën, jo kur, po shumicën e rasteve prokurorit të apelit as i intereson. Po duhet pak ana humane, profesionale, njerëzore, me qenë se është lanë shumë voluminoze, është lanë shumë e ndihshme. Janë dënu 60 vite burg 2 persona, ka qenë edhe morale edhe etike, po edhe ligjore që prokurori i apelit jetë prezent. Arrestimi i të mbrojturit tim, Gzimret Koceri, së bashku me Osman Spahion, ku me 30 prill i mbush plot 7 vite, tregon se në këtë lëndë ka shumë të panjohura.